Një pyetje tjetër. Puna më e keqe në thonjza që ke bërë për hir të pagesës dhe të nevojës. T'ju them një nga familja ime, kam nipin tim që e kam 22 vjeç. Dhe ai ka shumë qejf të bisedoj me mua për sa i përket jetës. Si më ka ardhur mua, si jam njoftur, si jam bërë. Duke bërë këto muhabete, ai vetëm dëgjonte, mos u mërzi. Ti ke jetën përpara, i thashë. Po këto fjalët që ka të thotë Naçi, thashë, që unë kam kaluar në jetë, thashë, ti kesh rreth në veshë, thashë. Asnjëherë mos mendo që është rroga i vogël, që është shtëpini i vogël, sepse nuk do hecësh në jetë nëse i mendon këto gjëra. A ka mundësi të shesësh banane dhe të fitosh diçka? Aman, të rish, të flesh gjumë, është depresiv. Prandaj, ju lutem shumë, merrni në një ardh banane, se është fillimi. Nxirreni të tregu, shiteni sot fitoni 1.000 lekë, nesër 2.000 lekë, pas nesër 3.000 lekë, fuqizoheni aty. Po si provut këto gjëra, mund të bëhet.